Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në një vend ku të ardhurat mbeten ndër më të ultat në rajon, realiteti ekonomik i qytetarëve shqiptar përëndohet çdo ditë më shumë. Rritja e çmimeve të produkteve bazë, niveli i lartë i taksave dhe kostot e jetesës kanë krijuar një presion të vazhdueshëm mbi familjet shqiptare. Qeveria e Shqipërisë së varfër që sillet si e pasur. Në një vend ku të ardhurat mbeten ndër më të ultat në rajon, realiteti ekonomik i qytetarëve shqiptarë përëndohet çdo ditë më shumë. Rritja e çmimeve të produkteve bazë, niveli i lartë i taksave dhe kostot e jetesës kanë krijuar një presion të vazhdueshëm mbi familjet shqiptare. Nafta, një ndër elementet kyç të ekonomisë, vijon të shitet me çmime të larta duke ndikuar drejt për drejt në çdo sektor, nga transporti deri tek ushqimet. Si pasojë, edhe produktet bazë kanë pësuar rritje të ndjeshme, duke e bërë gjithnjë më të vështirë përballëmin e jetesës për qytetarët. Nga ana tjetër, pagat minimale mbeten në nivele të ulta krahasuar me koston reale të jetesës. Pensionet shpesh të pamjaftueshme për të mbuluar nevojat më bazike e thellojnë edhe më tej këtë hendek social. Për shumë të moshuar, mbjetesa është kthyer në një sfidë të përditshme, ndërkohë bara fiskale mbetet e lartë. Taksat mbi karburantet, konsumin dhe bizneset ndikojnë drejtpërdrejt në xhepin e qytetarëve, ndërsa perceptimi publik është se këto të ardhura nuk reflektohen në përmesim në shërbimeve apo mirëqenies. Në këtë panoram lind një kontrast i fortë, një ekonomi që përballet me vështirësi reale dhe një qasje qeverisëse që shpesh perceptohet si e shkëputur nga realiteti. Investimet e mëdha dhe projektet ambicioze ngrenë pyetjen nëse prioritetet janë vendosur në funksion të qytetarëve apo të një imazhi që nuk përputhet me jetën tonë të përditshme. Përgjigjet kërkojnë transparencë, analiza të thelluara dhe një llogaridhënie që qytetarët e presin prej kohësh. Qytetarët po përballojnë barrën e një ekonomie që nuk u kthe mbrapsht atë që paguajnë dhe mbi të gjitha, kush po përfiton realisht nga kjo situatë. Qeveria e Shqipërisë së varfër vazhdon të injorojë situatën, ndonse nuk e ka luksin të lërë ekonominë të vetme përballëvalës së krizës, vetëm se luksi i saj paguhet nga njerëz që janë gjithnjë më pak në gjendje ta përballojnë. Qend e Ndacak po pushtojnë qytetin e Gjirokastrës. Qytetarët ndodhen mes frikës dhe heshtjes institucionale. Nga tereni i Gjirokastër, një fenomen i njohur prej vitesh po merr për masa shqetësuese. Prania e qenëve e Ndacak në rrugë, lagje dhe hapësira publike është rritur ndjeshëm, ndërsa reagimi institucional po është i vakët. Qendja e Ndacak pushtojnë Gjirokastrën, qytetarët janë mes frikës dhe heshtjes institucionale. Nga tereni në Gjirokastër, një fenomen i njohur prej vitesh po merr për masa shqetësuese. Prania e qenëve Ndacak në rrugë, lagje dhe hapësira publike është rritur ndjeshëm, ndërsa reagimi i institucioneve mbetet i vakët. Gjatë vëzhgimeve në disa zona të qytetit, grupe qenë shihen televizin lirshëm pranë shkollave, hyrjeve të pallateve dhe zonave turistike. Banorët flasin për frikë të vazhdueshme, sidomos në orët e mbrëmjes. Nuk ndjehemi të sigurt, sidomos për fëmijët, thon ata jashtë kamerave. Problemi sipas ekspertëve nuk lidhet vetëm me praninë e qenëve, por me mungesën e një strategjie të qartë menaxhimi. Programet e sterilizimit dhe vaksinimit nuk rezultojnë, ndërsa rastet e braktisjes së kafshëve vijojnë pa u ndëshkuar. Të dhëna zyrtare mbi numrin e qenëve Ndacak dhe nivelin e vaksinimit mungojnë ose nuk publikohen rregullisht, duke bërë të vështirë vlerësimi real të situatës. Ndërkohë, qytetarët kanë raportuar dhe për raste të sulmeve sporadike, por edhe mungesë reagimi në kohë nga këto struktura përgjegjëse në Gjirokastër. Organizatat për mbrojtjen e kafshëve nga ana tjetër theksojnë se zgjidhja nuk qëndrohet në masa ekstreme, por në aplikimin e qëndrueshëm të metodës kapje, sterilizim, vaksinim dhe rikthim, si dhe në ndërgjegjësimin e komunitetit. Sipas tyre, pa një bashkëpunim të ngushtë mes bashkisë, veterinerëve dhe shoqërisë civile, situata rrezikon të përkeqësohet. Në mungesë të veprimeve konkrete dhe transparente nga institucionet, pyetja mbetet: kush mban përgjegjësi për sigurinë e qytetarëve në Gjirokastër, një herazi për mirëqenien e këtyre kafshëve? Deri atëherë, qytetarët vijojnë të bashkëjetojnë me një problem që kërkon zgjidhje urgjente dhe afatgjatë. Qeveria miratoi një paketë të rivendimesh që synojnë mbrojtjen dhe rijetësimin e aseteve historike dhe arkeologjike në vend. Me propozim të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, 4 zona me rëndësi të veçantë në Mallakastër, Vlorë, Shkodër dhe Delvin janë shpallur zyrtarisht pasuri kulturore e paluajtshme. Këto vendime jo vetëm që u japin një status të rimbrojtjes këtyre siteve, por miratojnë dhe hartat e reja të zonifikimit dhe planet konkrete të administrimit. Dy nga parqet më të rëndësishme arkeologjike në jug të vendit, Byllisi në Mallakastër dhe
Parkumi në Vlorë kanë marrë një përditësim thelbësor të statusit të tyre. Qeveria ka miratuar planet e reja për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre, duke shfuqizuar hartat e vjetra dhe rregullore që buronin nga një VKM e vitit 2005. Krahas parqeve antike, vëmendja e ekzekutivit është ndalur edhe në zbulimet dhe asetet arkitektonike të periudhave të tjera, si zona arkeologjike A e Bushatit, Vau Idejës. Pas gërmimeve dhe rëndësisë në rritje të këtij siti në veri të vendit, qeveria ka zyrtarizuar mbrojtjen e saj shtetërore. Ansambli arkitektonik urban i Delvinës, në jug të vendit, një zonë e veçantë e qytetit të Delvinës ka marrë statusin mbrojtës si ansambël urban. Përveç qendrës historike, është përsektuar dhe zona mbrojtëse rreth saj, duke garantuar ruajtjen e siluetës tradicionale dhe trashëgimisë ndërtimore të qytetit nga zhvillimet e pakontrolluara urbane. Një element i përbashkët dhe thelbësor në të katër vendimet është detyrimi i institucioneve të linjës për regjistrimin e pronave. Agjencia Shtetërore e Kadastrës është ngarkuar me detyrë që të reflektojë këto statuse në hartat kadastrale, duke bllokuar kështu çdo tjetërsim të mundshëm pronësie brenda këtyre perimetrave. Drejtori i ri i policisë së shtetit Skënder Hita ka firmosur një nga urdhrat e tij të parë që ndryshon ndjeshëm organizimin e punës së policëve rrugor në vend, ku siç raportohet përmes një telegrami drejtuar të gjithë DVP-ve në vendin ton, Hita ka urdhëruar heqjen e shërbimeve konstante të policisë rrugore në akset nacionale dhe jo vetëm. Ky vendim vjen si një përgjigje ndaj kërkesave dhe ankesave të shumta të qytetarëve që janë shprehur të shqetësuar për dalimet rutinë. Drejtori i ri i policisë së shtetit Skënder Hita ka firmosur një nga urdhrat e tij të parë që ndryshon organizimin e punës së policisë rrugore në vend. Që raportohet përmes një telegrami drejtuar të gjitha drejtorive vendore të policisë, Hita ka urdhëruar heqjen e shërbimeve konstante të policisë rrugore në akset nacionale dhe jo vetëm. Ky vendim vjen si përgjigje ndaj ankesave të shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësim për dalimet e shpeshta për kontrolle rutinë. Sipas urdhrit, duke nisur nga data 10 prill, nuk do të ketë më kontrolle rutinë nga patrullat e policisë rrugore. Në vend të tyre, identifikimi i shkeljeve të qarkullimit do të bëhet përmes përdorimit të radarëve dhe pajisjeve të tjera teknologjike. Ky ndryshim synon lehtësimin e qarkullimit për drejtuesit e mjeteve, si dhe rritjen e efikasitetit në evidentimin e shkeljeve në rrugë përmes mjeteve të teknologjisë moderne. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.